Akordohen dy këstet e fundit të marrëveshjes së UAS 3 vjeçare. Miratimi të gjitha kësteve dëshmon se qeveria shqiptare i ka plotësuar detyrimet. Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar përfundoi dje rishikimet e fundit të programit ekonomik të Shqipërisë, mbështetur nga një marrëveshje e zgjeruar mekanizmit të fondit. Përfundimi i rishikimit i lejon autoritetet shqiptare të tërhiqin një UA për rreth 73.2 milion eurosh, shumë që e çon në total në rreth 377.3 milion euro, totalin e këseve të marrë në 3 vite sipas marrëveshjes dypalshe, të nënshkruar nga qeveria Rama dhe FMN. Më 28 korrik 2014, Bordi Ekzekutiv miratoi një UA 36 mujor për Shqipërinë, që do dispërsojë më këste. Kushti ishte që autoritetet shqiptare të respektonin marrëveshjet për reduktimin e borxhit publik, stabilizimin e parametrave kryesor makroekonomik, rritjen e të ardhurave buxhetore si dhe uljen e deficitit buxhetor. Marrëveshja kishte për qëllim të rivendosë rritjen ekonomike dhe kontrollin e borxhit publik, që ishte në rritje të shpejtë dhe kishte kërcënuar stabilitetin ekonomik, duke forcuar financat publike, ruajtjen e stabilitetit financiar dhe zbatimin e reformave strukturore të fokusuara në përmirësimin e sektorit të energjisë dhe klimës së biznesit. Pas vendimit të bordit, Tao Zhang, zëvendësdrejtor, menaxhues dhe kryetari i saj në detyrë, shpreh se zbatimi i fortë i politikave në bazë të mekanizmit të zgjeruar të fondit e ka ndihmuar Shqipërinë të arrijë objektivat për korrektimin e zhbalancimeve makroekonomike dhe nxitjen e rritjes ekonomike, ndërsa ka ruajtur stabilitetin përballë sfidave të jashtme. Autoritetet kanë zbatuar reformat strukturore duke treguar një vullnet në zbatimin e programit. Vazhdimi i angazhimit në agjendën e reformave ekonomike është thelbësor për të ruajtur këtë arritje ekonomike, të reduktojë brishtësinë dhe të forcojë rritjen. Reforma të mëtejshme në administrimin e taksave dhe menaxhimin publik financiar do të ndihmojnë në reduktimin e rreziqeve fiskale dhe do të krijojnë hapësirë fiskale për shpenzime më cilësore. Duhet të jepet gjithashtu prioritet rritjes së mbikëqyrjes së institucioneve financiare, jo banka, dhe sigurimi i transparencës së lartë dhe standardeve të qeverisjes në zhvillimin e institucioneve të tregjeve të kapitalit, përfundon deklarata e FMN-s.